Hajde me mu. Hajde. Banora, u shkarkut pas, knaqët, mirë. Nice, valla dini shumë. Po, a? Zdip se më stresi labi mbile me që trup. Ndroj atmosfera pak. Mirë, ndroj atmosfera. Labi, Po. ja shkojmë deri tek dhoma e surprizave. Dini s'po të ndëgjojmë. Doma surprizave. Doma surprizave. Jo, ndrejt të labi, veç e qelë dire, Tu ndrejt. marej. Ja. Labi, më digjon? Po. Shumë emocionet forta për pak minuta, apo jo? Po dëgjoj shumë kjutim. Ja do më digjosh tani, më digjon tani? Po. Emocione shumë të forta po thoja, për kaq pak minuta. Edhe djali me një surprizë kaq të bukur për ty, do na e prezantosh? Ky është Ibrahimi, i cili ka hapur në babai tim, i cili është një shumë i vogël, 2 kg diçka 350 gram, edhe s'kam ditë a do të bete gjallë apo jo, sepse ishte para kohës. Tash është 2 metra. E vërtet, Ibrahim si po e shet babajn aty brenda. Ka bërë shumë këngë edhe ky, por ky e ka përzgjedhur me shku juristë. Edhe është studenti shumë i mirë në Gjenevë. Por Kosovën e donë shumë. Pa tjetër, Po. duhet. Të lumt. Të lumt që e bën babin krenar. Po, duhet, pa tjetër. Si e ke parë aty brenda? Babin. Në kohë fundit e kom pa babin me shumë presion, edhe nuk e kom qef me pa babin kështu, pa tjetër. Ama besoj që Zoti është i madh, edhe ta jep edhe njerë një mundësi me vazhdu lojën, me tregu vetën, si na qyshe njofshem labin, e njëm labin, me tregu, oke bab, se unë e di që e kom babin e fort, babin e mirë, e di ikon e kom bab, edhe e di që ke shumë presion, edhe mos tani me ty jemi, krejt jemi me ty, krejt Raoveci, femija, striti, Besmire, edhe dona, krejt, familja edhe bala, edhe regja, krejt këngëtar të Raovecit, Gjeneva, krejt bashkë jemi me ty, oke? Unë e po du me pa babin temë. Mos tanin, s'ke nevoj me ja presion, veç shioje lojen, njerë ndodh Big Brother, oke? Edhe shioje deri në fund. Knaqu, unë e kom qef kërë boj shaj gare, oke? Se e din... Dhe me që jemi tek kënga dhe muzika, Labi aty ndodhet një tarabuka. Po. Dhe ti na ke thënë se fëmijë ke rënë shumë. Kështu që jemi kurios të dëgjojmë edhe tani. Po, kur kam qenë 5 vjet, i kom shumë tarabukës, edhe tani ma shiti babaj, sepse mos betem, se ka qenë shumë e rëndë, mos betem i vogël, edhe sa kam qaj. O, më surprizë ma të mire që më keni bërë. Ali s'ka mujtë më ardhë. Ashtë mirë, Ali? Po, e ka provimet. Po. Apo shkonë shkollë mirë? Po, e kom shti me mësu, se e din që sho Ali. Apo fut një vetëm Shqip? Po, normal. Pa tjetër. Normal. Edhe du me thonë një sen, une veç një vlla i kom, është Ali, ka 15 vjetë, qaqë. Jo, dishka që konfliktet. A u krya ajo historie Serbia të E din kone e ke gru. E din që ajo krejt i kry. Oke? Na jemi me ty. Besoj që ta japin edhe njerë mundësi për dore mirë. Oke? Unë e du me pa babin temë. Ajde, puhtën babë, se që të dhe ditë të s'kom pa. Hajde, Labi, po të presim. Po. A ka dojnë i këngë me këto? Çfarë të duash, po? Ciao,
Këtë jemi bashkë me ty, edhe Aidi, edhe Dini, Na solli sa ritme shumë bukra Labi, faleminderit. Jam kon shumë presion, Po, edhe ti di që unë sa humanist jam në shpirt. Labi, Po, se nuk e di au dëgjova apo jo. Thash që na solli ritme shumë bukra, faleminderit. jo nuk dëgjoj shumë. Na solli disa ritme të bukura thash. Ha më dëgjon tani? prapë me shumë. Po, Ka ardhur momenti që të kthesh Labi. Ta përqafosh edhe një herë Ibrahimin, ndërkohë që e falenderojmë shumë që erdhi për këtë surprizë të bukur për ty. Të dua shumë. i di që nuk jam babi keq. Ja, ai gara, gjithë e kom babi mirë. Kanë gust shumë me atë rastin e Serbi që unë nuk kam lidhje me ato. Kanë gust shumë, kanë provokuar vetëm Mos e aty meno, kjo është. mos e meno. Loreta është mirë? Loreta është mirë, Ali është me kretë, kena mirë. Loreta jo s'ka, në punë është. Në punë, nuk mundet me ardhë. Unë e kom ardhë. Labi, Po, Labi, duhet të kthehesh të lutem. kanë bërë shumë. Opa! Skare, këngëtar të Ravecit ta kanë që këto. Uaj, ka bërë shumë. Gjithë këngëtarë të Ravecit i dua shumë. Ajci, i dua të shëndes shumë. mbranda, ajde, qafër me dhe një. Po, kene se me japin edhe një shansë. Sjapin, nëse zotë është e ma. Nëse publikë donë, Po, tjetër. mas pare. Të dua Du shumë. Ti mungu shumë. Shihemi, 27-ën, okej? Ajde, inshallah. Mirë, ndërkohë mbyllim pak lidhjen me shtëpinë.